Përshëndetje dashur miq. Media ka nisur një sulm personal ndaj meje, padyshim një sulm i dirigjuar nga drejtues të institucioneve shqiptare, për të cilët unë prej kohësh, prej javësh, prej muajsh jam në konflikt të hapur me ta, sepse i kam akuzuar për shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut. Jo vetëm unë, po i kanë akuzuar edhe avokati i popullit dhe institucionet tjera. Nisur nga kjo, është sponsorizuar që të nisin sulm ndaj avokatit të zotit Meta Gudim Cakrani. Unë jam i detyruar ta bëj këtë prononcim publik për faktin sepse duhet t'i qetësoj miqtë e mi të shumt, ata që më njohin, po dhe ata që nuk më njohin fizikisht, por që ruajnë një farë respekti, që t'ju them se e dini të qetë, sepse në këto kora, sulmet, qofshin këto të sponsorizuara ose jo, janë kthyer në mod. Unë që kur nisa këtë betejë ligjore për të mbrojtur presidentin zotin Meta, padyshim që i mora parasysh të gjitha çfarë do të ndodhte dhe ja ku ndodhi. Padyshim që këta do të synojnë integritetin tim, do të zoj preardhjen time, mbiemrin tim e kështu me radhë. Jam plebej, jam sklevër të lindur dhe bisklevrish, të cilët prej 80 vitesh e kanë anatemuar mbiemrin tim, e kanë anatemuar mbiemrin Cakrani dhe të gjithë familjen Cakrani. Dhe nuk kemi asnjë çudi sot që edhe pas 80 vitesh gjendemi në të njëjtën situatë. Unë e kuptoj që të hedhësh baltë me një njeri shumë normale. E kuptoj që edhe liria për të shkruar dhe liria për të folur është e drejtë, por ajo përfundon aty ku nuk cënohet dinjiteti dhe ku nuk cënohet privatësia e atij tjetrit. Dhe kështu që edhe një herë miq, ju bëjmë dije se mos u bëni pre e këtyre sponsorizimeve mediatike, të cilat kanë për qëllim vetëm për të prishur imazhin dhe për të konfunduar publikun. Kjo është një betejë ndaj krimit në pushtet, ndaj banditëve që kanë zaptuar institucionet publike dhe duke zaptuar to shkelin liri dhe të drejtat tuaja të qytetarëve shqiptar. Unë kam mbiemrin Cakrani dhe nuk trembem nga këta. Ne përballuam kohën e tigrave, jo të këtyre maceve. Dhe kështu që kjo është ai mesazh që unë dua t'u jep edhe një herë, qetësoni, mos bini pre e mediave të cilët shkruajnë dhe atë punë kanë dhe do të shkruajnë, unë i respektoj, por problemi qëndron që nuk do të futen në jetën private të askujt, sepse jeta private është jetë private. Të shkruajnë çfarë të duan, por problemi qëndron që mos të shpifin dhe mos të fyejnë, sepse çdo njeri ka dinjitetin e tij njerëzor dhe ka të drejtat e tij, të cilët mbrohen me kushtetutë, mbrohen me ligj, edhe padyshim jetojmë në një kohë në të cilën të drejtat mundet t'i kërkosh edhe diku tjetër. Prandaj dhe një herë ju them që miq, qetësoni, nuk ka asgjë për t'u shqetësuar, s'ka asgjë të vërtet, janë shpifje të cilat familja ime me të gjitha jemi rritur me këto shpifje, jemi rritur duke në diskriminim, jemi rritur duke na thënë edhe familje çiftligarësh, bejlerësh, agallarësh, duke na anatemuar edhe si kriminal, madje gjatë gjithë regjimit komunist, dhe ja ku jemi sot përsëri. Kjo është një betejë me të keqen dhe është një betejë me neokomunistët shqiptar që nuk kanë humbur arsyeën, dhe kur njeriu mbet arsyeën merret me jetën private apo merret me shpifje, me fyerje e kështu me radhë. Dhe një herë ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen, për respektin që tregoni dhe qëndroni. Mbiemri im nuk bëhet pis, mbiemri Cakrani është brend, është mbiemër i cili ka bërë historinë e Shqipërisë dhe do vazhdoj të qëndroj aty, është si Feniksi miq. Prandaj që dhe një herë mirupafshim dhe miru dëgjofshim.